Pasha Zotim ka ardhur një pyetje para sa dish, ndoshta e kemi edhe këtu. Thoshte kur e kemi me ngut, a mund të pyesim inteligjencën artificiale se cili është mendimi më i saktë e të veprojmë? Subhanallah. Ndërkohë që feja nuk funksionon kështu. Asnjë shkencë nuk mund funksionon kështu. E jo më feja që është punë shpirti, punë raporti me Zotin, punë raporti me botën tjetër, të drejta, detyrime, obligime. Subhanallah. Vallahi bilaj për Zotin, kjo pyetje mund ka ardhur para disa ditësh, a mund të referohemi inteligjencës artificiale për mendimin më të saktë për një çështje? Normalisht përgjigjja është jo. Ti mund të shohësh për kuriozitet çfarë është thënë dhe si është trajtuar, po jo që ti të referohesh. Edhe nëse thot mendimi më i saktë apo mendimi më i drejtë, cili është autoriteti fetar brenda inteligjencës artificiale që të orienton për mendimin më të drejtë apo më të saktë? Ekstremi që mund të ndodhi për mendimin tim është që ti ta pyesësh çfarë thot filan hoxh për këtë çështje. Ma vërteton me linkun ose me videon përkatëse, për shembull. Kjo mund të jetë minimumi i gjës, po jo të mosh fatva për inteligjencës artificiale. S'mjafton. Thot vllai, po jo, ti jep të argument se ti kërkon argumentin. I thot cili është gjykimi islamit për këtë çështje me argumentin. Nuk është o vlla, nuk e ka autoritetin. Nuk ka autoritetin. Kjo fe është yes'eluneke, yesteftuneke, të pyesin ty, kërkojnë opinionin tënd. Pra duhet face to face, fytyrë në fytyrë ky muhabet, trup në trup ky muhabet, shpirt në shpirt ky muhabet. Jo, ne themi në librat në orientimet islamit thuhet nuk merret feja prej librash. Që në fund fare librat kush i kanë bërë? Dietarët e islamit që janë adapt për atë punë. Prapë thotë feja nuk merret nga librat. Pa tjetër duhet një tutor, një mësues, një edukator që të orientojë. Është si se kur thuash, a mund të bësh dikush kirurg me libra, ose arkitekt me libra, ose ku dëgjon. Jo, valla patjetër duhet të ketë një mësues i cili orienton, një përshkallëzim me kështu me radhë, edhe kjo punë, në fjalë si gjithë shkencat e tjera, e rëndësishme.